Studentët nuk do të heshtin, por do t'i kërkojnë të drejtat e tyre që janë të garantuara me kushtetut. Kështu deklaruan organizatorët e protestës së studentëve, ku edhe zyrtarisht paralajmëruan protestën e 8 majit në Shkup. Sipas tyre, ata po rikthehen aty ku edhe filluan. Para jush medjave shfrytëzoj rastin edhe live ta paralajmërojmë protestën me 18 majit ditën e hanë. Nga ora 4:30 do mblidhemi te ora Gurdhë dhe pastaj do marshojmë. Po rikthehemi pikërisht nga ky universitet ku filloi dhe protesta e parë, paralajmëruam protestën e parë, po rikthehemi nga ky universitet për protestën e dytë dhe së bashku në Shkup nga 3 universitetet shqiptare, Universiteti Nën Tereza, Universiteti Tollës dhe Universiteti i Shtulit, do bëhemi bashkë dhe do tregojmë që studentët nuk heshtin dhe do kërkojmë të drejtat tona që i kemi të garantuara me kushtetut dhe me ligj. Sipas njërit nga iniciatorët e protestës me plan Ademi, protesta fillimisht kishte të bënte me probleme teknike në procesin e studimeve, por më pas u zgjerua në kërkesën për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e Maqedonisë së Veriut. Ai bëri thirrje për unitet të shoqërisë civile, profesorëve, studentëve dhe faktorit politik, duke theksuar se gjuha shqipe duhet të bashkojë qytetarët. Mesazhi jonë drejtuar gjithëve është që nga një problem teknik që ishte për provimin e jurisprudencës, kjo po shndrohet në një, edhe zbuluam shumë probleme të tjera dhe tani po shndrohet në një protestë për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e Maqedonisë Veriut. Edhe unë mendoj që të gjitha shtresat e shoqërisë civile, profesorët, nxënësit, aktorët politik, duhet të gjithë të jemi të bashkuar. Gjuha jonë duhet të na bashkojë e jo të na ndajë. Në fund të ditës të gjithë të njëjtin hall e kemi. Në mbështetje të studentëve shqiptar ka dalur edhe ish kryeministri shqiptar Pandeli Majko, për të cilin protesta interpretohet si një betejë për të ardhmen dhe jo një revoltë studentore. Ai e cilëson këtë situatë si kthim pas për të drejtat e shqiptarëve. Edhe deputetja e PD-s Jorida Tabaku solidarizohet me studentët shqiptar. Sipas saj, mbrojtja e gjuhës amtare nuk është vetëm një çështje politike, por një çështje dinjiteti njerëzor. Ka reaguar edhe ish ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës dhe aktualisht deputeti Enver Hoxhaj, sipas të cilit shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë faktor shtetformues dhe se zëri i studentëve duhet të dëgjohet nga institucionet. Në mbështetje të studentëve kanë dalur edhe figura të tjera nga vendi dhe jashtë.